Largohet nga banesa me 2 fëmijët, buri denoncon zhdukjen e bashkëshortes. Një rast shqetësues është raportuar në policinë e Tiranës, ku një 41 vjeçar ka denoncuar largimin e bashkëshortes së tij së bashku me 2 fëmijët e tij të mitur. Ngjarja ka ndodhur në datën 6 qershor 2025, ndërsa autoritetet kanë nisur me njëherë punën për zbardhjen e rrethanave dhe lokalizimin e tyre. Rasti u referua në prokurori për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vazhdojnë. Në datë 6 qershor 2025, një shtetas nga Tirana me iniciale ST, 41 vjeç, ka kallëzuar në komisariatin e policisë largimin nga banesa të bashkëshortes së tij KT, 25 vjeç, e cila ka marrë me vete dhe 2 fëmijë të mitur të çiftit. Policia e Tiranës ka nisur punën për lokalizimin dhe gjetjen e shtetases KT dhe 2 fëmijëve, si dhe për zbardhjen e rrethanave të largimit.